Atëherë po takohemi sërish me edicionin e radhës të podcastit të UBT-s, në të cilin bashkëbisedojmë me profesionistë të fushave të ndryshme. Ndërkaq në muajin tetor jemi fokusuar më shumë me doktorët e United Hospital, të cilët kryen një punë të jashtëzakonshme gjatë tërë vitit, gjatë tërë jetës së tyre, pra ua dedikojnë jetën pacientëve dhe mirëqenies së secilit njeri në shoqërinë tonë. Në këtë rast, në muajin tetor po fokusohemi më shumë tek tetori roz, ashtu siç njihet edhe ky muaj i ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit. Ndërkaq në këtë edicion të ftuar dhe në studion tonë, në kuadër të këtyre podcasteve, e kemi doktoreshën Korona Binqe, e cila është mjeke e përgjithshme në United Hospital dhe vjen për ta folur pikërisht për tetorin roz. Doktoresh, faleminderit për kohën, hapësirën, mundësinë që ndave për ne, për dëgjuesit dhe për gjithë shikuesit që na ndjekin gjithmonë. Përshëndetje, mirë se ju gjeta. Së pari dua t'ju përgëzoj edhe për iniciativën e juaj për me pas ndikim në këtë fushat e cila është globale. Atëherë është kënaqësi që të kemi këtu, përgëzime për punën që e bëni gjithmonë edhe për gatishmërinë për gjithë njerëzit në nevojë. Faleminderit. Po fokusohemi direkt në temën për cilën edhe jemi këtu, për tetorin roz. Çka është tetori roz? Çka simbolizon tetori roz? Tetori roz është muaj i dedikuar për ndërgjegjësim për kancerin e gjirit. Është muaj ku femra duhet të fokusohet tek vetja, duhet të bëhet kontrolli, do të thonë është ekstra, do të thonë fokusi, dhe po ashtu duhet që çdo njeri afër vetes që e ke femën, me ja rikujtu edhe një herë kujdesin ndaj vetit. Do të thonë kjo është edhe qëllimi i saj. Ngjyra roz në këtë, do të thonë muaj simbolizon forcën, edhe ndërgjegjësimin, edhe gjithmonë duhet që të mundohemi edhe të kujdesemi për veten, por gjithmonë edhe ndaj rrethit tonë. Edhe kjo është e bukur e këtij muaji, sepse kujdesi ndaj tjetrit mund të shpëtojë jetën. Atëherë, çka ju ka bërë juve personalisht të zgjedhni specializimin në fushën e mjekësisë së përgjithshme dhe jo ndonjë specializim tjetër në një fushë specifike? Atëherë, mjekësia e përgjithshme nuk është specializim. Mjekësia e përgjithshme është fakulteti që e përfundojmë ne. Unë ende nuk e kam zgjedhur specializimin në ndonjë fushë. Mirë po, mjekët e përgjithshëm, domethënë kryesisht punojnë në mjekësi familjare ose edhe në spitale private, si domethënë praktikioner përgjithshëm të gjitha fushave dhe si ndihmës ndaj doktorëve të tjerë. Puna ime specifikisht në United Hospital është se jam mjeke e repartit, kujdesim për pacientët të cilët janë të shtrirë në repart, dhe shpesh kam edhe kontakt me pacientët cilat kanë kancerin e gjirit, edhe pse kanceri i gjirit patjetër që mund të shfaqet edhe tek mashkujt me një përqindje të vogël, 0.5 deri në 1% të rasteve. Mirë po, në praktikën tonë kryesisht domethënë paraqitet tek femrat. Në përvojën time personale, kur marr anamnezën apo historinë e pacientit, kam vërejtur që shpesh tregojnë se simptomat, ndonjë gung, ndonjë ndryshim në gjirin e tyre, femrat e kanë vërejtur para 6 muaje, 1 vjet e gjysmë, po nuk e kanë përfill. E kanë shtyr se shpesh në kulturën tonë është e njohur edhe frika e madhe. E vrejnë që ka ndryshim, mirë po mendojnë që hajtë se ndoshta nuk është sen. Edhe kjo e shkakton edhe arsyen e tetorit roz. Tetori roz ka për qëllim me ty tabun e kancerit gjirit. Nuk hipse me pas frikë nëse diagnostikosh me kancer gjirit. Nëse diagnostikosh në kohë, në stadiet e hershme, atëherë shërimi është pothuajse i paevitueshëm. Problemi është se diagnostikimi kur bëhet në stadiet më të zhvilluara, atëherë ka edhe shumë pengesa për shërim të plotë. Kështu që nga përvoja ime, çka mund të me thonë këtë fushë është që patjetër në momentin që vrehet një ndryshim sado i vogël, duhet që patjetër të reagohet menjëherë, të konsultohet mjeku. Sa është i mjaftueshëm muaji tetor për ndërgjegjësim? E dim që viti ka 12 muaj, sa është i mjaftueshëm vetëm një muaj gjatë tërë vitit që të bëhen fushata sensibilizuese në mënyrë masive për gjithë qytetarët? Shiko, është patjetër shumë e rëndësishme që vazhdimisht flitet për këtë temë, mirë po për me pas një efekt, çdo sen duhet me pas një periudhë caktuar që çaj muj me qenë gjithka me tron në sy, se për shembull me qenë çdo muj roz, atëherë nuk është pas esencë, nuk është dallu muji prej mujit. Nuk është që është e mjaftueshme vetëm një muj për kujdes ndaj femrës. Mirë po duhet patjetër të bëhet rikujtimi çdo vit që duhet të bësh kontrollet,
duhet të kujdesesh ndaj vetes sepse femrat, sidomos në Kosovë, kujdesen për fëmijët, për shtëpinë, për çdo punë tjetër, e në radhë fundit vjen kujdesi ndaj vetit, e në fakt do të jetë i pari. Se pa kujdes për veten nuk mundesh më kujdes edhe për tjetër këngë. Kështu që mendoj që është e qëlluar që është periudhë një mujore, edhe duhet që gjithë me kontribu që të jetë sa më e zëshme, të jetë një fushat sa më e madhe. A mendon që po bëhet mjaftueshëm nga vendi jonë me aktivitete të shumta nga institucionet në vendin tonë në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit? Mendoj se ka përpjekje nga institucionet publike, së pari Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, qendrat e mjekësisë familjare, gjatë muajit tetor mundohen që ekstra të vedisojnë, të tërheqin vëmendjen e femrave që duhet të kontrolloheni, duhet të vini të tregojnë shenjat, po ashtu edhe institucionet të cilat janë private, për shembull ne në United Hospital bëjmë pako të ndryshme, siç i kemi edhe të doktorishës Mirveti, doktor Saudinit, për me zbritje, për një farë mënyre mi shty ma shumë, mi stimulu pacientet që me ardhë, me bo kontrole. Mundohen edhe për shembull me ambalazhet ndryshme, firmat e ndryshme, me ranë sy ngjyra roz, edhe mundu që vazhdimisht me përkujtu femrave që duhesh me bo atë kontroll, mëse e kontrollës. Është me rëndësi. Edhe mendoj që mundohen me bo, sa ma shumë po mendoj që ka mungesë në politikat e vendit, edhe kjo me kohë besoj që ka mu përmirësu. Flasim pak edhe për rolin tënd si mjekje e përgjithshme, pak më gjërësisht në këtë pjesën e zbulimit të hershëm të kancerit gjirit. Mjekët e përgjithshëm përgjithësi, domethënë siç e ceka punojnë në qendrat mjekësisë familjare shumica, apo edhe në spitale private, edhe shpesh janë edhe kontakti i parë me pacientin. Sidomos në qendrat mjekësisë familjare. Edhe kur je hallka e parë, zinxhiri i parë është shumë e rëndësishme që mi këshillu pacientet, mi eduku sa i përket shëndetit vet, sa i përket kancerit gjirit, se kur duhet mu fillu mu bo kontrollat, si duhet mu bo kontrollat, edhe është domethënë një rol i jashtëzakonshëm, edhe nuk duhet mu lënë anash, se kur vjen puna deri tek trajtimi, atëherë është shumë vonë. Për neve, për çka është teturi roz mas shumti, është për vedisim që para se me ndodh smundja me anë të mamografisë, me anë të vetë kontrolleve, mu parapri shpërndarja smundjes. Kur vjen në stadie më të vonshme, patjetër që i kemi disa metoda se si shërohen, mirë po është vonë. Qëllimi është mu kap në stadie të tepër të hershme. Edhe kjo sidomos ndodh me anë të mamografisë, e cila ka një rol të jashtëzakonshëm. Mamografia duhet nga mosha 40 vjeçare, çdo femër të fillojë me bo çdo vjet nga një mamografi. Duhet m'ia bu dhuratë për ditëlindje vetës. Është tepër me rëndësi. Pastaj femrat që kanë histori familjare të kancerit gjirit, duhet të fillojnë 5 vite më herët me mamografi. Pastaj vetë kontrolli. Mjekët familjar shpesh i edukojnë pacientet për vetë kontroll, se si bëhet vetë kontrollimi i gjirit. Gjatë muajit roz shpërndajnë broshura, video, se si duhet të bëhet kontrolli i gjirit. Kontrolli i gjirit, së pari femra, duhet që patjetër ta njohë gjirin e vetë. Kjo është një sen shumë i rëndësishëm që ceket pak. Dush me njohë gjirin tënd, nëse do me zbulu ndonjë ndryshim në gjirin tënd. E njeh gjirin tënd dhe çdo muaj, në ditën e 5 ose të 7 pas ciklit, bën kontrollin e gjirit. Pas kësaj, nga mosha 20 vjeçare deri në moshën 39 vjeçare, një deri në 3 vjet me përsëritje, bëhet kontrollat e mjeku. Kontrollat e mjeku bëhet me anë të inspeksionit, palpacionit dhe me ultrazë. Pas moshës 40 vjeçare duhet të bëhet çdo vit. Edhe siç e cekëm mamografin. Mamografia e ka rolin kisha thonë, për arsye se pa u bu masa e palpushme, pa mujt na me prek ato, mamografia dhe ndryshimin më të vogël, klasifikatin më të vogël mundet me vrejt. Edhe shërimi është pothuajse 100% edhe me metoda shumë të lehta, pa marrë terapi të rënda. Kjo është arsyeja pse duhet më bo vetëdijstime, nuk duhet me pas frikë. Se ti nëse e nxen në stadiet e hershme, atëherë nuk ki me hek as ti, edhe ki më kun e shërume. Duhet më hek frika. Kjo është hapi i parë. Nuk duhet më pas frikë.
Ajo që e treguat edhe ju, po që edhe kemi dëgju disa herë, pra parimisht bëhet vetë kontrolli i gjirit, do të thëtë, për të vazhduar më pas me kontrollet e tjera. Po ndalemi te mamografia. Kemi shpeshherë fjalë prej njerëzve, mite që është e dhimbshme, nuk bëhet shpesh, sepse mund të jetë rrezikshme. Sa janë këto të vërteta? Si qëndron realiteti më saktë? Po më është shumë mirë që cike këto, që sepse ka shumë femra që thonë që mamografia është shumë e dhimbshme, mos me bo, se për shtyp gjirin, është edhe që ajo shkakton kancerin, rrezatimi që po vjen për mamografisë, mirë po këto nuk qëndrojnë as pak. Sa i përket dhimbjes, ka parahati disa sekonda, për shkak që gjiri patjetër që shtypet që me fitu imazhe më të sakta të gjirit nga brenda. Një parahati e vogël, ndërsa dhimbje shumë raste të ralla ndodh, ndërsa sa i përket pjesës që shkakton vetë kancerin, kjo nuk ka asnjë studim që e përkrah këto. As sa i përket rrezatimi që merret nga mamografia mundet më marrë dhe me 3 fluturime me aeroplan, kështu që nga natyra ka shumë sene që rrezatojnë aq sa e bën rrezatimin edhe mamografia, kështu që kjo nuk qëndron fare. Bëj thirrje të gjitha femrave që mos të kenë frikë nga kjo pjesë, sepse mamografia nuk është e rrezikshme. Të flasim edhe për faktorët e rrezikut edhe faktikisht si mund të reduktohen, ndoshta faktorët e rrezikut në përhapjen e kancerit gjirit e gratë. Po. Shikoj, faktorët e rrezikut të kancerit gjirit ndahen në ato të cilat janë të ndryshueshme dhe të pandryshueshme. Ato që janë të pandryshueshme janë gjenetika e para. Gjenetika ka femra të cilat e kanë në mënyrë familjare të trashëguar kancerin e gjirit me gjene të njohura se janë BRCA1, BRCA2. Mutacionet në këto gjene mundën me shkaktu kancerin. Kjo është e pandryshueshme. Pastaj kemi moshën. Nga mosha 50 vjeçare ku është mesatarja e diagnostikimit me kancer, gjasat për marrje të kancerit gjirit rriten shumë. Mirë po ka faktorë që janë të ndryshueshëm. Ndër faktorët që janë të ndryshueshëm janë për shembull dieta e keqe. Duhet me mush me sa më shumë, me ngjyra që themi ne, pemë, perime, fibra sa më shumë. Mirëshmang mbi peshës obezitetit, duhan pirjes, konsumimit tepër të alkoolit, po ashtu edhe terapia hormonale me kontraceptiv oral që merren për kohë të gjatë ndikojnë po ashtu në rritje të gjasave për kancer të gjirit. Dhe këto të gjitha janë faktorë të ndryshueshëm, madje nuk janë vetëm për kancer të gjirit, po edhe për shumë sëmundje tjera, kështu që ndryshimi i këtyre veceve mund të ndihmojë shumë. Po ashtu edhe një gjë tjetër që ndihmon shumë kundër kancerit të gjirit është dhe gjillënia. Ku po ashtu edhe ajo duhet vazhdimisht mu flit për vetësim edhe ndaj gjillënies, sepse është një proces që është shumë i rëndësishëm edhe për nanën edhe për fëmijën, po në këtë rast është shumë pozitiv edhe kundër kancerit të gjirit. Edhe shumë natyral. Edhe shumë natyral. Edhe shumë natyral. Të flasim pak edhe për aspektin emocional të grave, po jo vetëm të grave, ndoshta edhe të familjarëve përreth shoqërisë, sepse të gjithë e përjetojnë vështirë emocionalisht kur dikush prej shoqërisë tyre preket me kancer të gjirit. Si ndikon kjo? Shumë e vërtetë, muaji roz, tetori roz, nuk është vetëm për ndërgjegjësim, për diagnostikim të rasteve të reja në kohë tashme, është edhe për mbështetje edhe solidaritet me femra që janë duke shku nga kjo rrugë, janë të marrë terapi ndaj kësaj sëmundje dhe që e kanë poshtë këtë sëmundje. Kjo është tepër me rëndësi. Se nëse ti e dëgjon dikon që ka pas sëmundjen e njëjtë si ti, edhe ka te kalu, edhe mohën për shembull grupe të suportit njëra me tjetrën femra dhe tregojnë që ti mundesh me te kalu këto, është tepër me vlerë për personin që shka kalon drejt në atë rrugë, se e shet dritën në fund tunelit. Edhe sa i përket edhe për familje, është shumë me rëndësi mbështetja që merret nga familja dhe nga shoqëria të këto femra. Është e vështirë edhe për familjen patjetër, rrugtimet që kalojnë gjatë shërimit të motrave, nënave, tezeve tyre, por duhet mbështetje e madhe. Ka nevojë për shumë mbështetje këto gra. Duke ditur se jemi në Kosovë dhe shumë familje ndoshta nuk i kanë mundësitë financiare shumë të mira për përballimin e kostos që kushton deri në luftimin përfundimtar të kësaj sëmundje. Si qëndron kjo në Kosovë? Sa është e vështirë që një i prekur me kancer gjirit ta përballojë sfidën financiare nga terapia, ndoshta operimi, mjekimi përfundimtar final?
Së pari dua cek që në QKUK, në qenë klinike universitare të Kosovës jepen gjitha shërbime. Do me thonë janë gjitha nga aja dhe në shëja jepen. Po përndryshe edhe për smundjet që nuk shërohen në QKUK, ka do me thonë subvencione që jepen edhe për medalja shtetit. Po, çka është e rëndësishme me cek në këtë rast? Për me rujt edhe xhepin tënd, edhe xhepin e shtetit, diagnostikim i hershëm. Që se ti e bën mamografin e cila kushton 0 cent, jo vetëm në muajin tetor, po në çdo muaj të vitit, në institucionet publike e ke pa pare. Bën e mamografin edhe nëse diagnostikohet në stadiet e hershme, atëherë nuk ka më rënu as xhepi jot as xhepi i kërkujt. Kjo është edhe një arsye ekstra më shumë pas shëndetit pse ti duhesh ta bësh kontrollën me rand, edhe mund është me shpong gjitha këtyre problemeve tjera. Po për ndryshe, mendoj që është e vështirë, është do me thonë rënduse për familjet kosovare pa tjetër trajtimi, mirë po shumica e shërbimeve japën edhe në institucion publike falas. Tetori normalisht ndikon shumë në sensibilizimin e njerëzve në kuadër të kancerit të gjirit. Po a mendon që ndoshta kjo do duhet të shfaqej edhe më shumë në edukimin në shkolla për fëmijët, për adoleshentët, që ata prej moshës së hershme të kenë një uri më gjithëpërfshirëse në kuadër të kësaj. Po patjetër që duhen më bu programe, edhe pse në qendrat e mjekësisë familjare i kanë disa programe të cilat mundohen që të bëjnë edukimin e hershëm fëmijëve edhe për kancerin e gjirit, edhe për smundje tjera, sidomos gjatë fushatave të tetorit roz. Mirë po kjo përsëri ka të bëjë shumë edhe me politikat e vendit, të cilat duhet të forcohen sidomos në preventiv, në parandalim, edhe çdo sëmundje do të ishte shumë lehtë e tejkalueshme nëse do të thonë investimi kryesor bëhet në parandalim, po ardhë në stadiet e më të tjeshme. Çfarë mesazhi do doni që ti dërgonit vajzave, grave, gjithë atyre që edhe nuk janë me kancer të gjirit, po edhe atyre që po përballen me këtë sëmundje? Unë kisha thonë që kujdesuni për veten, kontrolloni me rregull gjithmonë edhe shmangeni frikën. Mundja e frikës është hapi i parë drejt shërimit. Mos keni frikë për mu përballë me sëmundjen e kancerit. Doktoresh Korona, faleminderit për gjitha këto informacione që ndave me ne dhe gjithë shikuesit tonë. Ishte kënaqësi që të patëm këto. Ishte kënaqësia ime, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit për kontributin edhe një herë ty dhe gjithë doktorëve të cilët po na ndjekin edhe janë me podcastet tona çdo javë. Kjo është tëra që kemi përgatitur për sot. Deri herën tjetër, mirëmbëjtje. Për më shumë informacione vizitoni ubtnews.com.